Të jam në studio për të folur në lidhje me cilësinë e ushqimit në vend, veçanërisht me disa lajme që kanë bërë dje, disa spekulime në lidhje me mishin e pulës, i cili në Shqipëri u tha se nuk duhet konsumohet. E për të folur për të gjitha detajet, me mua në studio është Lamir Thaçi nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë. Lamir, faleminderit shumë që gjete kohë që të vish në Info Day. Faleminderit për ftesën, është gjithmonë kënaqësi. Lamir, kemi pa besoj lajmet në lidhje me testimin mikrobiologjik të mishit të pulës në Shqipëri. A ka ndonjë gjë shqetësuese sa i përket këtij ushqimi edhe për Kosovën? Deri me tani, për mishin i cili tregtohet në Kosovë, nuk ka asnjë argument apo fakt që vërteton ndonjë dyshim të supozuar mbi sigurinë e produktit, por pas lajmërimeve që janë dhënë në Shqipëri, është një dyshim i bazuar që ne të shtojmë edhe masa tjera kontrolli për të verifikuar secilën ngarkesë, secilën sasi e cila gjendet në treg, dhe ne i kemi kry kontrollet dhe jemi duke i pritur tani vetëse rezultatet e mostrave që i kemi dërguar në laborator. Por deri me tani po flasim për kontrollet e rregullta, kontrollet zyrtare që secila ngarkesë i nënshtrohet që vjen në Kosovë, e po ashtu secil shumica prej tyre sipas planit nacional ato mostrohen dhe gjitha rezultatet deri me tani kanë rezultuar se i përgjigjen kushteve të sigurisë për konsum dhe nuk ka pas asnjë vend për shqetësim. Tani ky dyshimi që është ngritur sigurisht që i ka shqetësuar konsumatorët në Kosovë dhe ne mbi bazën e këtij shqetësimi që është ngritur, ne kemi vepruar me ngritjet nivelit kontrollit, me ndërmarrjet masave dhe veprimeve në teren që t'i heqim gjitha dyshimet që janë në publikun tonë për sigurinë e mishit që ka origjinë Brazili. Deri më tani mund të themi lirisht që qytetarët e Kosovës mund të konsumojnë mishin e pulës pa asnjë problem. Ne deri më tani mund të themi që nuk ekziston asnjë argument për dyshim në sigurinë e këtij produkti. Ne jemi duke kry kontrolle shtesë që këto shqetësime që janë ngritur për t'i hequr dhe për të vërtetuar se a ekziston ndonjë dyshim tutje apo jo. Ngarkesa apo sasia që ka rezultuar në Shqipëri nuk lidhet me tregun e Kosovës. Ne kemi marrë edhe një konfirmim nga autoriteti kombëtar i ushqimit në Shqipëri se nuk është kry asnjë rieksport për këto lloje të produkteve nga Shqipëria në Kosovë, kështu që ato nuk kanë lidhshmëri me neve. Janë përmend disa brende e një prej tyre që ai ka shtrirje në tregun global, jo vetëm Shqipëri e në Kosovë, po në gjithë tregun dhe ne nuk kemi marrë ndonjë notifikim apo lajmërim nga ndonjë shtet tjetër që ka pas problem rreth sigurisë së këtij produkti. Ajo që ka ndodhur vetëm në Shqipëri dhe ne nuk jemi të afektuar nga kjo situatë, por ne gjithmonë në çdo lajmërim, çdo paralajmërim, si autoritet kemi për obligim që karshi qytetarëve të prezantojmë masat veprimet për të hequr dyshimet që ata kanë mbi sigurinë e këtij produkti, sepse është një produkt mjaft i konsumueshëm në Kosovë dhe ka një shtrirje shumë të gjerë në treg. Lamir, ne kemi pas edhe raste tjera ku kanë dalë në përlajme disa ushqime që nuk duhet të konsumohet. Pra, juve menjëherë intervenoni në lidhje me evidentimin e ushqimeve që paraprakisht mund të themi që kanë disa substanca që nuk janë të mira për shëndetin e njerëzit. Pra, sa ka kësaj lloj raste në Kosovë? Ka raste të shpeshta ku alarmohet lidhje me çështjet e ushqimit? Po përderisa jemi prej autoriteteve kryesore shtetërore që merret ekskluzivisht me ruajtjen e shëndetit publik, atëherë gjithmonë ne jemi të përballur me situata krizash, incidentesh në produkte ushqimore, kemi smundje të ndryshme që shpërthejnë në shëndetin veterinar, në shëndetin e bimëve dhe çdo situatë e trajtojmë me seriozitet të lartë sepse këto prekin jetën, shëndetin e qytetarëve tonë dhe për shkak të rëndësisë, rrezikut që paraqesin ne çdo dyshim të bazuar që ka argument për të kryer gjurmimi dhe ulëmtimi, gjithmonë ndërmarrim veprime në teren dhe jo të vetëm, por ne në shumë raste ne kërkojmë edhe bashkëpunim të mekanizmave tjerë shtetëror që gjithmonë t'i kryejmë gjitha veprimet e nevojshme që ta ruajmë shëndetin dhe jetën e qytetarëve. Edhe në këtë rast ne kemi gjitha linjet e komunikimit të hapura,
deri me tani nuk kemi pranu asnjë shqetësim nga asnjë konsumator, e po ashtu nuk kemi pranu asnjë flet lajmërim nga institucionet shëndetësore se ndonjë pacient ka marrë shërbime mjekësore në çfarëdo kujdesi shëndetësor, qoftë ai primar apo nivele tjera, në ndyshimin që ka qenë i helmuar nga këto produkte. Domthonë, deri me tani nuk ka asnjë argument, asnjë shqetësim të bazuar apo asnjë fakt mbi këtë që ka ndodhur, por përderisa qytetarët kërkojnë informim, kërkojnë masa shtesë, kërkojnë veprim faktik për të dëshmuar rreth sigurisë, përveç kontrolleve të rregullta, ne gjithmonë shtojmë masat e kontrollit, marrim grup mostrash caktuara për këtë rast për produkte caktuar, për origjinë nga shteti caktuar dhe këto i dërgojmë në laborator dhe pastaj laboratori është shkenca ajo që e vërteton dyshimin e supozuar apo e hedh poshtë si të tillë. Lamina, dhe në bisedën që ne kemi bërë, ju shpreh shqetësimin në lidhje me punëtorët në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë. A ka ndonjë lëvizje sa i përket shtimit të numrit të punëtorëve atje? Deri me tani, përveç atyre pozitave të lira që po lirohen për shkak se inspektorët ose zyrtarët ose e lënë punën nga UV ose dalin penzion, ne ende nuk kemi marrë asnjë pozitë shtesë dhe jemi vërtet në situatë jo të favorshme sa i përket stafit, sepse kemi numër tepër të kufizuar të inspektorëve, ende nuk e kemi kriju një inspektorat të ri që është i përcaktuar me ligj, një inspektorat është rirreshtuar në një institucion tjetër që ka shkaktuar një handicap shumë të madh, sepse ka qenë sektori më i madh i inspektorëve që ne kemi pas. Ata kanë kaluar në kuadrat e Ministrisë së Shëndetësisë dhe tani jemi në pritje të rekrutimit të stafit të ri dhe krijimit të sektorit të ri që do të quhet ekskluzivisht inspektorët e sigurisë ushqimore, e që do të merren baza auditore me kontrollin e të gjitha produkteve që janë duke qarkulluar në treg të brendshëm. Besoni që me ardhjen e qeverisë së re do të merren më seriozisht me punën e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, duke ditur se është një çështje mjaft etike ushqimi i qytetarëve të Kosovës? Kjo është pyetje politike që duhet të parashtroni qeverisë që do të vijë, nuk mund ta parashon, nuk kam njohuri se kush do të vjen në qeveri, por nga praktika ne është një histori e gjatë që kërkojmë inspektor, domethënë unë jam zëdhënës nga viti 2011 dhe nga ajo kohë kur unë kam ardhur, kemi pas gjithmonë mungesë të numrit të nevojshëm të inspektorëve, sepse mbulojmë një fushë tepër komplekse, shumë të rëndësishme, është kruciale për jetën dhe shëndetin e qytetarëve, sepse ne në asnjë kohë nuk mund t'i lëmë produktet pa kontroll, sepse në çdo kohë mund ta rrezikojnë shëndetin e dikujt, dhe është e nevojshme që të rritet shtohet stafi, sepse edhe në proporcion me numrin e bizneseve që kontrollojmë, edhe në proporcion me fushën komplekse që mbulojmë bazë mandatit ligjor që kemi, ne kemi tepër pak inspektor dhe a do të aprovohen apo jo, nuk mund ta parashoj, kjo është pyetje politike që duhet parashtroni. Duke ditur që është një çështje mjaft komplekse çështja e ushqimit, ky numër kaq i vogël i inspektorëve arrin të inspektojë të gjitha ushqimet që hyjnë në vendin tonë? Sa i përket importeve po, sepse ne jemi të obliguar që në secilin pikë kufitare të vendosim inspektorët në baza të rregullta, në bazë të orarit të rregullt të zhdoganimit mallrave, dhe asnjë ngarkesë nuk mund të zhdoganohet, po flasim për ato që me kod tarikor përcaktuar të kontrollohen nga inspektorët e agjencisë, asnjëra prej tyre nuk mund të nënshtrohet procesit zhdoganimit pa marrë kontrollin e duhur nga inspektorët e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë. E po ashtu, ajo që është shumë e mirë për Republikën e Kosovës është që në kuadër të kontrollit kufitar ekziston një mekanizëm që quhet menaxhimi integruar i kufirit, është institucion i cili koordinon bashkëpunimin mes 3 autoriteteve që funksionojnë në kufi, Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, Doganave të Kosovës dhe Policisë së Kosovës, dhe ne në baza ditore të rregullta kolegët zyrtarët komunikojnë, shkëmbejnë informata mes vete dhe secilin dyshim të ngritur nga ndonjë institucion, atëherë trajtohet si problemi përbashkët, dhe kjo e ka ndihmuar që këto mundësit për devijimet çfarë do mundshme që mund të jenë, të eliminohen për shkak se të 3 institucionet janë vigjilente, punojnë bashkërisht, kanë
procedura standardet kontrollit, të cilat pamundësojnë çfarë do mundësie që të ketë shmangje nga kontrollet detajuar. Do thotë një ngarkesë i nënshtrohet kontrolleve të 3 institucioneve dhe në çfarë do dyshimi apo kërkesë për hulumtim shtesë shkëmbejnë informatat shumë shpejt dhe këto pastaj e ndihmojnë që kontrollet të jetë shumë strikt. E po ashtu ekziston edhe qendra kombëtare për menaxhimin e kufirit, është një institucion i cili në baza të rregullta në çdo kohë 24 orë monitoron edhe përmes kamerave secilin pikë kufitare dhe aty gjithçka që mund të ngritet ndonjë dyshim, sigurisht që vërtetohet dhe kjo qendër i ndihmon të 3 institucionet me informata, me çdo hulumtim që kërkohet dhe çdo informat shkon në baza reale në çdo kohë që kërkohet dhe kjo pastaj e forcon përsëri kontrollin kufitar. Mi po sa i përket çështjes inspektorëve në terren, sa është i mjaftueshëm orari 8 orësh për të inspektuar të gjitha pikat pra ku duhet inspektuar, edhe duke ditur për numrin e vogël të inspektorëve? Sa i përket kontrollit brendshëm, këtu është hendikepi më i madh, domthonë kemi sektor, kemi që komplet një region e mbulojmë me vetëm 2 inspektorë, që është pa mjaftueshme, është pa imagjinueshme që ne të ushtrojmë frekuencën që nevojitet në terren, por jemi të përgatitur që në fillim vit, kur i krijojmë planet nacionale për kontroll dhe mostrim, e përcaktojmë frekuencën që arrijmë mbulu. Në momentin që shtohet numri inspektorëve, sigurisht që ne e rrisim frekuencën e kontrollit për secilin biznes, sepse pastaj kemi kapacitet që të mbulojmë. Sa i përket orarit, fatkeqësisht inspektorati i agjencisë gjendet në kategorinë e shërbimeve civil, e që nuk duhet të jetë për shkak se natyrës punës që ka, shumica e kolegëve të mi, duke u nisë edhe prej meje, ne punojmë shpeshherë pa orare, dalim punë edhe vikendeve, sepse punë të agjencisë nuk janë punë që mund të spostohen apo shtyhen për një afat tjetër, ato gjithmonë veprimi do të jetë i menjëhershëm që të parandalohet apo të pamundësohet në çfarë do forme që një produkt që nuk i plotson kriteret për konsum të shkojë te konsumatori, ose në raste të shpërthimeve të sëmundjeve infektive veterinare apo fitosanitare të ndërmerren gjitha masat e menjëhershme, duke u nisë prej njoftimit, vendimit për masë kufizuese, vendosja karantinës të bëhet sa më shpejt që të izolohet çfarë do shpërthimi, çfarë do sëmundje që mund ta prek vendin tonë. Mi po zotëri thotë se punoni pa orare me orë të stërgjatur, a paguhet si duhet një inspektor i ushqimit dhe veterinarisë? Unë mund të them me plot përgjegjësi që pagat sigurisht që janë të vogla sa i përket në raport me shërbimet që kryen nga inspektorat, dhe gjatë gjithë kohës gjithmonë kërkohet që të shtohen edhe pagat, por kjo sigurisht që vendoset nga niveli shtetëror dhe ata janë ata që përcaktojnë pagat. Sigurisht që janë pagat. Ka inspektor që e kanë lënë punën për shkak? Po, sigurisht që e kanë lënë, e po ashtu për shembull inspektorët e agjencisë, pjesa veterinare, të gjithë janë mjek veterinar, kualifikimi i tyre është i njëjtë me kualifikimin i barazuleshëm me kualifikimin human, edhe në aspektin e kredive që ata sigurojnë gjatë studimeve, sepse edhe gjatësia e studimeve është njëjtë sikur në mjekësinë humane, dhe edhe ata quhen doktor, dhe edhe ata kontribuojnë me çdo veprim në shëndetin e përgjithshëm publik, sepse ruajtja e shëndetit të kafshëve gjithmonë përkthehet në ruajtje të shëndetit publik. Kontrolli secili produkt është kontroll që i kontribon shëndetit të njeriut, shëndetit të qytetarëve, kështu që përderisa janë në këtë kategori, gjithmonë ne jemi më të kufizuar edhe në lartësinë e pagave, edhe në kufizimet orarit edhe të gjitha. Domthonë gjithë kolegët, inspektorët, secili zyrtar në agjenci që punon me orë shtesë, shumica prej tyre nuk paguhen, ose nuk e di që ka ndodhur ndonjëherë që është kompenzuar. Zakonisht shpeshherë merren si pushime, përndryshe nuk janë kompenzuar, por vullneti i tyre, përkushtimi i tyre, njohja e tyre me nevojën që kanë qytetarët për veprimet e tyre, atëherë ata i bën që të jenë në aspektin human, të ndjejnë përgjegjësinë morale për të dalë në punë edhe atëherë kur nuk paguhen.
Mirë po, zotëritar që i përmendet edhe çështjen e veterinarisë në vend, pra a kemi kafshë të cilat janë të rrezikuara nga sëmundje të ndryshme në vend, edhe si e evidentoni juve këto kafshë dhe çfarë ndodh më tutje me këto? Ne aktualisht janë 2 shtete që kanë lajmëruar një sëmundje infektive, e cila është e karakterit ekonomik, por që është shumë e rrezikshme për shëndetin veterinar, dhe ne kemi vendosur masa ndalesë, është bëhet fjalë për sëmundjen afta epizotike, e cila ka shpërthyer në shtetin e Hungarisë dhe të Slovakisë, dhe për këto 2 shtete menjëherë kemi ndërmarrë veprime kufizuese. Të kalumen kemi pas raste pozitive të sëmundjeve të ndryshme në Kosovë, dhe të gjitha këto gjithmonë kërkohet të menaxhohen nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë. Ta zënë kemi pas murtajnë afrikane derit si sëmundje të derrat, në të kalumen kemi pas sëmundjen gungore, sëmundjen në gjuhës kaltër, gjithmonë ne duhet jemi vigjilent, të hartojmë plane të mirëfillta për parandalimin dhe luftimin e sëmundjeve infektive, sepse ato në çdo kohë mund të shpërthejnë dhe mund të infektojnë shëndetin veterinar, që disa nga sëmundjet janë të transmetueshme edhe tek njeriu, dhe për këtë arsye kërkohet veprim shumë i shpejtë. Mirë po, neve si shtet pra jemi më pak të rrezikuar duke ditur gjithë punën që juve e bënin në teren, pra falë punës tuaj, shteti i Kosovës pra mbetet i pa rrezikuar nga këto sindroma që janë mjaft të rrezikshme edhe për kafshët, por edhe për njeriu. Ne bëjmë më të mirën të mundshme me kapacitetin që kemi, falë vullnetit dhe përkushtimit të gjithë kolegëve në agjenci, punojmë gjatë gjithë kohës që të bëjmë më të mirën që të ruajmë shëndetin dhe jetën e qytetarëve. Sigurisht falenderojmë gjithë mbështetësit, duke nisë nga gjitha institucionet cilat në çdo kohë përkrajnë agjencinë, e po ashtu i falenderojmë përkrajjen e media, falenderojmë konsumatorin për secilin raportim, secilin qytetar, çdo raportim që bën, ne e falenderojmë secilin veç e veç, sepse përveç që na ndihmon neve në përmbushjen e mandatit që kemi, ai të njëjtën kohë i shërben shëndetit vet, i shërben shëndetit familjes, shëndetit gjithë qytetarëve të Kosovës, dhe ky bashkëpunim që ne po gëzojmë, kjo besueshmëri që është tek ne, sigurisht që na ndihmon në kryerjen e detyrave tona. Mirë, por Lamir, çka ndodh me kafshët që preken nga një sindrom i ndryshëm? Secila sëmundje ka përveç aspekteve klinike, shëndetësore, shenjave që detektohen, ka edhe masat adekuate që merren byte në sëmundjet që janë të pashërueshme, bëhet asgjësimi i kafshëve, asgjësimi kryhet gjithmonë në mbikëqyrje të agjencisë, bëhet gruposja e tyre, ndërsa në sëmundjet të cilat mund të shërohen, ato kryhen me mjekime veterinare të praktikave private veterinare në teren. Do thotë secila lloj sëmundjes ka shenjat klinike, dhe secili lloj sëmundjes ka rregullore, ka veprimin e veçantë që kërkohet nga autoriteti. Dhe ne punojmë që secilës sëmundje t'i përgjigjemi sipas protokolleve dhe praktikave të mira veterinare që kërkohet për veprim. Lamir, falenderoj shumë që gjete kohë që t'jesh pjesë e Infodesë dhe të ndash të gjitha informacionet që kanë të bëjnë me gjendjen e cilësisë së ushqimit në vend. Faleminderit për ju shpërftesë. Të nderuar shikues të Infodesë, kaq kishim për këtë emisione, deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje.